Me zotin Besfort Lamallari, Ministri i Drejtësisë, do të kem kënaqësinë tani të ndaj disa minuta në këtë transmetim të drejt për të sqaruar diçka më tepër rreth këtij projektligji i cili është miratuar ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Zoti Lamallari, përshëndetje, faleminderit për këto minuta në Klan News. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do doja të ndalesha tek, po themi, mendimi përpara se të merrni një vendim të tillë, sepse sigurisht bëhet fjalë për një sektor të ndjeshëm, për një sektor ku janë persona të cilët janë të dënuar. Ishte e vështirë arritja e një përfundimi ose firmosja e një vendimi të tillë për të liruar kaq persona dhe të tjerë pastaj të paraburgosur që përfitojnë nga kjo masë? Jo, por kundër se ka qenë një kënaqësi e veçantë, në fakt të firmosja këtë propozim dërguar Këshillit të Ministrave dhe më pas miratimi ditën e sotshme, duke marrë në konsiderat shqetësimet që ne kemi ngritur së fundmi së bashku me Këshillin e Evropës, ku kemi evidentuar qartë se problematika e paraburgimit kryesisht, por jo vetëm, është një çështje që kërkon zgjidhje imediate, duke përfshirë këtu dhe ndërhyrjet ligjore, ato që kanë bënë me ndryshimin totalisht të politikës penale në Shqipëri, duke përfshirë reformimin e kodit penal dhe kodit të procedurës penale dhe sjell këta në frymën e standardeve ndërkombëtare. Sigurisht ka edhe shumë çështje tjera që duhet meritojnë vëmendje, por përmes kësaj amnistie jo vetëm ne bëjmë një akt human, krahas gjithë përpjekjet që ne po bëjmë në drejtimin të përmirësimit të statusit të trajtimit të dënuarve dhe të paraburgosurve, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që të theksojmë se kjo kontribon patjetër edhe në drejtim të uljes së popullatës së bugjeve në Shqipëri, e cila sigurisht duhet mbatur gjithmonë në kontroll, pasi vetëm një menaxhim i duhur i vendeve brenda sistemit penitenciar lejon vend të mundur dhe trajtimin e tyre sipas standardeve të Këshillit të Evropës, por edhe atyre më të mira ndërkombëtare. Përveç se është një akt human, është një akt i drejtë, i duhur, por shumë familje shqiptare të cilët presin të dashurit e tyre të kthehen në shtëpitë e tyre, pasi kanë kryer një pjesë të konsiderueshme të dënimit, dhe gjithmonë ne flasim për verbra të lehta, pa jo verbra të rënda me rrezikuri të caktuar shoqëror, por gjykohet tashmë se nuk ka më kuptim që ata të qëndrojnë në paraburgim apo në dënim, kur nga ana tjetër ne kemi shkuar më tej dhe efektet e amnistisë shkojnë dhe në raport me ndjekjen penale, pasi kemi disa vepra të cilat edhe nga marrja e mendimeve të organit të akuzës, prokurisë së përgjithshme dhe prokurisë së posaçme, u pa me vend që të përfshihen dhe këto vepra, duke përfshirë edhe dy vepra që kanë të bëjnë konkretisht me vjedhje të lehta apo me drejtimin e parregullt të automjetit, ku me të dhënat e ofruar dhe nga organi i akuzës rezultoi që në fakt është një numër i konsiderueshëm, 7.711 vetëm për vitin 2024, sigurisht këto mbeten dhe mbarten dhe gjatë vitit 2025, por deri në miratimin e amnistisë nga parlamenti, sigurisht ne do të kemi një numër të konsiderueshëm të shtetetëve shqiptare, si ato që lirohen menjëherë nga burgu, po ashtu edhe ata që përfitojnë ulje dënimi, apo edhe ata për cilët shtuhet menjëherë ndjekja penale. E qartë, zotin Lamallari, vetëm fakti që kishin kryer vepra të rënda penale ishin, po themi, arsyet ose kategoritë që përfitojnë, apo ka edhe kategoritë të tjera që mund të kenë kryer vepra më të rënda penale, por për shkak të sjelljes së mirë, për faktin se mund të kenë mbetur edhe pa kohë për të shtryer dënimin, do të përfitojnë nga kjo amnisti që ju keni firmosur ditën e sotme? Shikoni, duhet ta kuptojmë amnistinë e parë në dy dimensione. Për sa i përket kategorisë së personave të cilët përfitojnë, janë gra, të mitur, por dhe burra. Por sa i përket grave, sigurisht janë ata që janë të dënuar me burgim deri në 4 vjet apo edhe më shumë, por që nga ana tjetër kanë shkryer një pjesë të konsiderueshme të dënimit dhe u kanë mbetur më pak se 4 vjet deri në 4 vjet. Nga ana tjetër kemi burra të cilët kanë kryer dënimin deri në 3 vjet, apo u ka mbetur më pak apo deri në 3 vjet, dhe kështu që edhe ata sigurisht janë përfitues, por për sa i përket moshave respektive, për gratë moshën 50 vjeç e sipër, për burrat 60 vjeç e lartë, sigurisht duke marrë konsiderat këtu faktin që për mosha kaq të mëdha, sigurisht nuk ka më kuptim apo të presësh për çështje rehabilitimi dhe reintegrimi duke qëndruar në burg, dhe do të jemi më human ndaj kësaj kategorie, sigurisht për shkak edhe të moshës. Nga ana tjetër, duke folur për moshën, përfitues janë të miturit, ata të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë baraz apo më pak se 18 vjeç, kështu që sigurisht për sa i përket kategorive dhe grup moshave të caktuar, këto janë,
Po nga ana tjetër duhet të kujtohet se kemi përcaktuar shumë qartë në dispozitat e projektligjit të miratuar në Shtëpinë e Ministrave, i cili sigurisht mbetet për të shqyrtuar në parlament veprat penale të cilat përfshihen apo kufizime të lidhur me aplikimin e amnistisë. Sigurisht jemi konshient që për vepra me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, ku përfshihen si vrasjet apo ato që kanë bërë me krime të rënda kundër jetës, kundër personit, po. Të rënda të dhuna familje të cilën ne nuk mund ta amnistojmë. Sigurisht, dhuna familje është diçka që duhet ndëshkuar dhe duhet mbrojtur nga ana tjetër të viktima, apo edhe vepra që kanë bërë me terrorizmin e tjerë. Nuk mund ta amnistohen dhe sigurisht kjo është për sa i përket kategorisë së veprave penale. Kemi theksuar më herët në fakt që veprat që gjykohen apo janë në hetim nga prokuroria e posaçme apo janë gjykuar nga gjykata e krimeve të rënda, gjykata për korrupsion dhe krime organizuar, sigurisht janë përjashtuar duke ruajtur të njëjtin standard si dhe në amnistinë e shkuar. Megjithatë, kjo mbetet në konsideratat juridike, politike e tjera të sovranit, të parlamentit, për të vendosur me gjithë diskutimet që ka patur lidhur me këtë. E qartë. Zoti Ministër, me qenë se po flasim për institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, në qoftë se do të bëjmë një përllogaritje, në cilën prej tyre ka më tepër persona, pra në cilin prej bujeve të Shqipërisë ka më tepër persona të cilët përfitojnë nga kjo amnistia, apo kjo më pas është një llogaritje që do ta bëjë drejtoria e bujeve për të kuptuar se cili prej tyre do të ketë mundësi të lirohet më tepër në kuadër të kësaj amnistie penale që është marrë vendimi sot? Shikoni, në fakt në të gjithë bujqet e vendit, duke përjashtuar ata të sigurisë lartë, për cilat nga vetë natyrë mbajnë personat të cilët janë të dënuar për vepra shumë të rënda që shumë prej tyre janë të përjashtuar nga aplikimi pra nga përfitimet e amnistisë, por janë të shtrirë në gjithë territorin e vendit, pra në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Nëse flasim konkretisht për sa i përket me shifra të dhënave të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Bugjeve, kemi si përfitues pra me lirim të menjëhershëm nga burgu në momentin që miratohet amnistia në parlament 447 shtetës, të cilët janë menjëherë 4 të mitur, dhe kjo është një lajm i mirë. Unë vetë personalisht që kam takuar ata të cilët qëndrojnë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Kavaj. Kemi gjithashtu 5 gra, kemi 7 shtetës të huaj, gjithashtu të cilët janë përfitues nga kjo amnisti. Dhe përsa i përket atyre që përfitojnë për shkak të uljes së dënimit, numrat e përcjella nga të dhënat e përcjella nga Drejtoria e Përgjithshme e janë konkretisht 853 shtetës, ku përfshihen 10 gra, pa kemi në total më shumë gra të cilat përfitojnë, si me ulje dënimi apo edhe me shuarje të masës së dënimit, kemi 3 të mitur të tjerë, si dhe 12 shtetës të huaj. Që do thotë, kemi edhe një numër shteta si të huaj të cilët përfitojnë dhe lirojnë, si më thënë, dhe hapësirat në sistemin aktual të bugjeve në Shqipëri, duke i shtuar këtu dhe përpjekjet që po bën Ministria e Drejtësisë për të angazhuar të gjithë letërporësit, duke përfshirë njërën e vendimit apo ekstradimin si mekanizëm. Me zotin Besfort Lamallari, Ministri i Drejtësisë, jemi duke diskutuar në këtë komunikim të drejt për drejt në lidhje me masat që janë ndërmarrë nga qeveria për amnistin penale, referuar një vendimi që është bërë publik gjatë ditës së sotme nga ana e Këshillit të Ministrave, ndërsa zoti ministër është duke na sqaruar se cilat janë kategoritë që përfitojnë më tepër dhe nga ana tjetër si do të bëhet edhe në një farë mënyrë lirimi i tyre pas momentit kur ata të shkojnë në Parlamentin e Shqipërisë pra për të miratuar si një ligj nga ana edhe e Kuvendit të Shqipërisë. Janë 447 të dënuar të cilët do të lirohen menjëherë sipas asaj që ka deklaruar deri në këtë moment të bisedës ministri, ndërsa nga ana tjetër ka edhe 4 prej tyre që janë të mitur dhe 5 gra, ndërsa bëhet fjalë për 5077 persona të cilët janë pra në një farë mënyrë edhe të dënuar për vendime të ndryshme alternative, kështu që çdo gjë do të bëhet publike gjatë ditës së sotme, pikërisht në këtë komunikim që kemi me ministrin, po nga ana tjetër në vazhdim do të ketë edhe komunikime të tjera të cilat do të sqarojnë diçka më tepër. Janë 853 persona të cilët në total do të përfitojnë edhe ulje dënimi përveç atyre të cilët në një farë mënyrë do të lirohen menjëherë dhe kështu rritet edhe numri ose diapazoni i të gjithë individëve të cilët do të përfitojnë. Nga ana tjetër ministri ka deklaruar se është duke u marrë edhe një projekt që ka të bëjë pikërisht me rehabilitimin e personave të cilët janë të mitur, teksa zoti Besfort Lamallari e kam sërish në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Lamallari, ju e ndjeni në një farë mënyrë paragjykimin që mund të vijë nga publiku nëse dikush nga personat të cilët janë liruar përmes kësaj amnistie penale mund përfshihet në ndonjë vepër kriminale pasi të dalë nga burgu si përfitim nga kjo amnisti? Në fakt nuk duhet parë si e tillë, duhet parë si një akt humanizmi. Unë thashëm edhe më herët që ata kanë vuajtur një pjesë të konsiderueshme të dënimit të tyre
për sa i përket personat të cilët përfitojnë si lirim të menjëhershëm apo ata personat të cilët përfitojnë ulje të dënimit, por nga ana tjetër nuk ka kuptim që ne të presim një hetim të zgjatur duke i referuar këtu shuarjes së ndjekjes penale për personat të cilët ka nisur një procedim penal që nga viti 2024 është një vepër e lehtë, nuk ka patur progres në kuptim të hetimeve, kështu që kjo përbën vetë një kosto, shtesë, zaurim jo vetëm për personat e afektuar drejt për drejt, por edhe një stok të çështjeve dhe për organin e akuzës. Duhet parë si akt human, duhet parë si një mundësi e dytë që ofrohet këtyre personave, të cilët për shkak të veprave të cilët nuk kanë një rrezikshmëri të theksuar shoqërore, patjetër kanë patur gjithkohën e nevojshme dhe të mjaftueshme gjatë kohës së qëndrimit në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për të reflektuar dhe për të kuptuar se në fakt një gabim apo një faj e njohur kjo edhe me vendim gjykate kushton dhe tashmë atyre duhet dhënë mundësia e dytë nga shoqëria për të rehabilituar, për të reintegruar pa u stigmatizuar, pasi besoj që janë shumë kryefamiljarë të cilët janë më të vlefshëm pranë familjeve të tyre dhe sigurisht edhe pranë shoqërisë. Unë uroj shumë që ata në fakt ta shfrytëzojnë këtë dhe ta marrin këtë mundësi të dytë të ofruar nga shoqëria duke u bërë kontributor të shoqërisë, përveçse edhe të mos përsërisin të njëjtat gabime. Si do të rehabilitohen në shoqëria ata, zoti Lamallari? Ministria e Drejtësisë do të jetë asistuese e programeve që i fut ata në punë, i bën ata sërish të jenë pjesë e komunitetit pa u stigmatizuar ose paragjykuar, siç e thatë edhe ju në përgjigjen më parë? Sigurisht, ne përmendëm më herët edhe faktin që krahas atyre që qëndrojnë në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe pushimit të ndjekjes penale për një sër kategori veprash, kemi nga ana tjetër edhe 5077 persona të cilët kanë qenë pranë shërbimit të provës, vazhdojnë të jenë dhe do të jenë përfitues nga amnistia duke shuar pra masat alternative që zbatohen ndaj tyre. Dhe unë besoj që monitorimi i tyre i vazhdueshëm ka qenë më se mjaftueshëm edhe në kuptim të raporteve që janë përcjell pa mbarvajtjes së aktiviteteve të tyre ditore dhe sigurisht kjo të gjitha këto faktorë janë marrë në konsiderat dhe nga shërbimi i provës, i cili ka kontribuar me dhënat konkrete në përgatitje të draft amnistisë. Dhe besoj që patjetër është detyrë e institucioneve që të ofrojnë mekanizmat e tyre, përfshirë këtu dhe Ministrinë e Drejtësisë. Ne kemi dhe një detyrim shumë të rëndësishme që ka të bëjë pikërisht me ndihmën juridike falës, pra për të garantuar si ndihmë, asistim në kuptim të informacionit apo mbështetjes ligjore që ata mund të kenë, por edhe patjetër dhe mekanizma të tjerë që janë të karakterit social-ekonomik. Ndërkohë ka patur një debat së fundmi në lidhje me kërkesën e gjyqtarëve për të rritur pagat e tyre. Qeveria ka dalë krejtësisht kundër përmes disa reagimeve që ka bërë kryeministri i Shqipërisë së Lirë, ama reagime që në fakt kanë gjetur kundërshtimin edhe të shoqatës prokurorëve në lidhje me kërkesën që kanë bërë magjistratët për pagat e tyre. Ata kërkojnë që proporcioni i rritjes së pagave të tyre të jetë i barabartë me sektorë të tjerë të administratës. Çfarë mendimi keni ju, zoti ministër, në lidhje me këtë debat që është hapur së fundmi? Të them drejtën, megjithëse kam qenë hezitues të shpreh për këtë për vetë peshën dhe përgjegjësinë e madhe që mbart pozicioni i ministrit të drejtësisë, por patjetër duhet të reaguar pasi unë prisja që pas 10 vitesh reformë në drejtësi, ne të bëjmë një analizë të kthjellët, të qartë, shumë objektive, të gjithë pranuar me gjithë aktorët, pavarësisht cilit pushtet ata i përkasin, në raport me çfarë ne i kemi dhënë qytetarëve shqiptar. A i kemi ofruar atyre më shumë drejtësi, a është kjo drejtësi e aksesueshme nga gjithë, a ka drejtësi cilësore e cila gjendet jo vetëm në organet e posaçme, por edhe në ato të jurisdiksionit përgjithshëm, pra nga ndjekja penale deri tek gjykatat, kemi ne sot çështje që po përfundojnë në kohë, apo nga ana e kundërt kemi në fakt shqetësim të qytetarëve për zvarritje të proceseve gjyqësore apo edhe të hetimeve penale. Kemi nga ana tjetër gjithashtu kam qenë më i zëshëm në kuptim edhe të shqetësime të ngritura të provuara pa të mbështetura me evidenca, evidenca të përmendur edhe në raportet e institucione të pavarura të drejtësisë, si Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, si Prokurisë së Përgjithshme, raportin e Prokurorit të Përgjithshëm, apo edhe të SPAK, ku kam ngritur shqetësimin si në raport me stokun e çështjeve të prapambetura, me numrin e ulët të inspektimeve, karshi ankesave të shumta të qytetarëve për zbardhje të vonuar të vendimeve gjyqësore dhe sigurisht kjo nuk kupton heqje efektive e mundësisë e të drejtës
për apelim të një vendimi gjyqësor nga qytetarët, dhe kjo është një shkelje serioze e të drejtave të tyre. Po nga ana tjetër kam vitur gjithashtu dhe çështje të ndjeshme të cilat meritojnë vëmendje, ku përfshihen dhe plotësimi i detyrimit për plotësimin e vakancave në gjyqësor, si në kuptim të magjistratëve, pa gjyqtar apo prokuror, po ashtu edhe në raport me numrin e ndihmësave ligjor. Të gjithë këto të rëndësishme dhe publiku duhet njihet pasi në fund ditës është përveç se detyrim ligjor, por vetëm plotësimi i numrave me gjyqtar, me prokuror dhe me ndihmës ligjor do të bëhet mundur adresimin efektiv dhe real të çështjeve gjyqësore, dhe kjo është drejtësia që qytetarët shqiptar presin dhe nuk është kurse si debati mbi pagat, do të ishte banalizim i misionit të drejtësisë nëse ne flasim për pagat, ku sot për fakt është pagat e gjyqtarëve janë më të larta krahasuar dhe me pagat e funksionarëve të tjerë, si atyre politik, por edhe administratës shtetërore, janë marrën si referencë pagën e presidentit të Republikës. Ky është etaloni, këtë kemi thënë gjithmonë, dhe nga ana tjetër janë dhe krahasimisht më të larta se vendet e tjera të rajonit dhe të barabarta me pagat e gjyqtarëve, kolegëve të tyre në një vend të Bashkimit Evropian, vendin fqin Greqinë. Kështu që unë mendoj që kjo kërkesë është absurde, dhe më tepër se sa të merremi me pagat dhe me disponimin që në fakt i takon qeverisë dhe parlamentit lidhur me diskutimet mbi formulën e përdorur dhe nivelin e pagave, pasi nuk ka kursesi ulje të pagave, nuk ka kursesi ulje të drejtave të fituar nga gjyqtarët, nga magjistratët, dhe do të ishte totalisht absurde që të kemi një pretendim për rritje të pagave përmes një vendimi gjykate, ku në fakt është shumë i qartë që është ekzekutivi dhe është pushteti legjislativ ai që disponon mbi këtë. Po nëse gjykata kushtetuese vendos që gjyqtarët kanë të drejtë, zoti Lamallari, ju do të shkoni në zbatim të vendimit të kësaj gjykate supreme në vendin tonë pastaj? Sigurisht ky është qëndrimi i qeverisë shqiptare, ne kemi bërë të ditur këtë edhe më herët. Në fakt nuk do doja të komentoja apo të paragjykonim një vendim që s'ka ndodhur ende, po. Hipoteza për ne kjo është vendimi i dur, vendimi i drejtë, qëndrimi i dur i cili është mbështetur dhe nga profesorët e ministrisë që unë kryesoj, pra profesorët e ministrisë së drejtësisë në gjykatën kushtetuese, por unë besoj dhe shpresoj shumë që të kemi vendimarrjen e duhur, pasi do të ishte kjo për fatkeq mund të cënoj dhe besimin e qytetarëve tek drejtësia, pasi teksa ata presin për vendime të drejta dhe vendimet të drejta janë gjithmonë ata që vinë në kohën e duhur, të dëgjojnë dhe të përfshihen në debat absurd. Shumë faleminderit për këto minuta, zoti ministër, punë të mbarë në vazhdim. Shumë faleminderit ju. Ishim me Besfort Lamallarin, ministrin e drejtësisë, i cili na u bashkua drejt për së drejti për të na dhënë më tepër informacione rreth amnistisë penale, e cila është miratuar në vendimet e Këshillit të Ministrave gjatë ditës së sotme, ndërsa do të kalojë më pas në parlament për të marrë dhe formën përfundimtare ku personat të cilët kanë përfituar do të kenë mundësi që të lirohen, ndërsa folëm në fund pak edhe për debatin për pagat e gjyqtarëve, ku edhe ministri i drejtësisë ashtu si qeveria është kundër kësaj kërkese.